ka dhe njerëz që janë simpatizantë të Iranit dhe që angazhohen për të mbledhur, për të rekrutuar vullnetare për t'i çuar në Iran atje t'i bëjnë antar të asaj gardës së famshme të Iranit. Këta vullnetarë që quhen basi, rekrutuar andaj këtej. Nuk është për t'u habitur kjo se nga Shqipëria vajtën rreth 200 vullnetarë shkuan në Siri që u rekrutuan këtu, shkuan, luftuan një pjesë, ngelën andej një pjesë u rikthyen pas luftimeve të tjera. Prandaj nuk duhet të habitemi që mund të rekrutohen njerëz për qëllime të caktuara, qoftë për zhvillim spionazhi, qoftë edhe për rekrutim si vullnetar. Dhe të përgatitet, si të thuash, njësi të tilla që shërbejnë për akte terroriste. Këtë punë e bën Irani dhe kjo nuk i koson shumë atij se sa të merret me raketa kundra nesh.